A kemi me fe obligim me i këqyr, pra me u përkujdes për prindërit e burrit? Kjo pyetje nga origjina e saj nuk më pëlqen, nga se brapa saj zakonisht më shifen ata që unë s'ti këqyri baba dhe nanë, s'ti respektoj. Duhet mbi mirë kuptim me ngrit disa çështje, jo patjetër me shkruajt në Kur'an. Nëse burri dëshiron edhe të këshillon ose mos me thonë të urdhnon me këqyr babën nanë ti, pse mos me këqyr? Pra nuk du të hyjë shumë detaje në këtë mesele, por na themi nëse tradita një vendit e kërkon diçka të tillë, atë pse mos me këqyr? Kur martu një vajzë ka ditë për shkak që djali është burri i saj i arshëm, jeton me babën me nanë, e ka pranu ashtu. Tash më thonë jo, tash unë s'rri me ty, ja ki mu da, ja unë s'rri me ty. Ti e ke ditë që ai jeton me ta. Pra, respektoni se nuk dëmtoni asgjë. Po ka rrethana situata që edhe na i kuptojmë, por në përgjithësi mos hyni në këto pyetje kaq të si të them unë, kaq jo të hishme që shifen mrapa tyne se gjithë secili këqyr veç thjesht interesin e vet. Domethënë, nëse baba i djalit, në këtë rast i burrit, nuk jep hise burrit, ka me pyet kjo, thot baba pse s'pe jep hise? Në anën tjetër thot a ka obligim me këqyr prindët e burrit. Pra, kur është pyetje interesi jon, na i hapim syt që kaq. Kur është një pyetje mi bë dikuj mirë, na mundomi me ik edhe me arsyetu me fe. Keni kujdes tek e fundit, çka të bëjmë për vete. Na nuk mujmë me ik disa realiteteve në cilën jemi të jetu në vendin tonë, pas nuk mujmë me bë diçka obligim që se ka bë Zoti, gjanën një mesatare, respekt për njëri tjetrin.